Unë kam, ju përgjigja dje pyetjes suaj, unë kam ngarkuar një grup prej 3 personash që do të negociojnë me partitë e tjera për emra. Jo, më fali minutë. Do tjetë Flamur Noka, Belin Kliçi edhe zoti Ilir Ali Mehmeti. Do jenë përfaqësuesit tanë do negociojnë me partitë e tjera. Po tani, a më shkon mua që unë të nga një anë të ngarkoj dhe të them partive opozitare do negociojnë, nga ana tjetër të them emra. Kjo nuk më shkon. Prandaj, ata kanë filluar, do fillojnë sot punën, do të thonë, do të bashkëndojnë, kanë filluar që dje në një farë mënyre, në disa aspekte, këta 3 persona, zoti Noka, zoti Kliçi dhe zoti Ali Mehmeti, janë të ngarkuar të negociojnë me të gjitha partitë opozitare, të koalicionit dhe jashtë koalicionit. Urdhoni? Edhe me kandidatët, këta 3 janë të mandatuar për të gjetur kandidatin? Ata takohen për kandidatët me partitë. Pasi të bien dakord, pse do të bien dakord për emrin apo emrat me partitë tjera. Pastaj vjen radha e kandidatëve. Pra, puna është në vazhdim. Unë natyrisht nuk kam normen që të prononcohem për njeri, me qenë se kjo është një proces. Pastaj, po të ishte për ndryshe, krijonin proces, po fisja unë këtu, vija ju thosha që kandidati i preferuar do jetë ky. Jo, nuk është ashtu. Duke qenë se për Bashkinë e Tiranës ju në farë mënyre e dhatë një lloj përgjigje për formulën se si do të gjendet kandidati, po për 5 bashkitë e tjera, i keni gati emrat sepse data... Janë pa diskutim, jo një, po disa për çdo bashki. I keni gati? Sa po të përcaktojnë strukturat, marrin vendimet e duhura strukturat. Ju lutem, faleminderit.